Ju falenderoj për pyetjen. Edi Rama manifeston në mënyrë të përsëritur psikologjin e një birbo e një urrejtësi. E ka trashëguar, e ka familjare. Absolutisht, ja u them unë ju. Sepse në edukatën e tyre familjare, mëshira për atë që është në nevojë, dhimbshuria për të nuk ekziston. E vura re xhestin. Xhest më tult dhe më shnjërzor nuk mund të kishte. Kur foli për nënën, që përdori terma për i halabaku në vlerësimin ai imitoi djalën e tij që mbante kokën në një anë shtrembër, djalë me aftësi të veçanta. Ishte një akt shumë i shëmtuar. Dhe në një farë mënyre e nxjerrë Edi Ramën në nivelin e instinkteve më bazale, më shtazore të njeriut. Pse imiton ti atë? Çfarë kërkon që ti imitosh? Po unë mendoj se unë pash se fatmirësisht, pavarësisht nga kontrolli që u bën mediave konvencionale, mediat sociale e kishin trajtuar në mënyrën më të merituar dhe më të gjerë dhe unë i përgëzoj ato. Komision etike këtu janë, natyrisht ne do i shohim gjitha modalitetet, po këtu nuk ka organizata që mbrojnë fëmijët. Janë shushunja, ato janë shushunja, që plaçkisin fonde për mbrojtjen e fëmijëve. Më ka bërë dhe nuk mund mos e them se një nga aktet për mua më të shëmtuara, më kriminale, ka qenë publikimin nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Nkelejda Milonaj në një akt urrejtje dhe armiqësie ndaj meje të emrave të 3 fëmijëve me autizëm, për fajin e vetëm se ata, fëmijët e mi, dhandrim dhe fëmijët e mi, i kishin sponsorizuar familjet e tyre, kishin paguar shpenzimet për trajtimin e tyre në qendrën e autizmit, që drejtohet nga doktoresh Liri Berisha, pa asnjë lloj, absolut pa asnjë lloj shpërblimi mbi tokë, përveç se për pasionin e vet. Dhe këta e gjetën këtë akt korruptiv, që çfarë janë këta, më thau. Po këta edhe nazist, edhe sigurimës të poshtër po t'ishin. Nofta deri këtu shkoni, nazist shkoni, edhe sigurimës shkoni. Po mund të bëjnë prokurorët një akt të tillë. Mirë, po çfarë të thuash prokurorëve kur e bën Edi Rama atë njëjtin akt? Kur duke marrë fjalimin, lëshon kokën mbi sup
për të imituar djalin me aftësi të ndryshme. Këta janë, për sa i përket ndjeshmërisë, janë në nivel shtazor. Këta janë në nivel shtazor. Kjo është e vërteta. Dhe asnjë organizatë e drejtave të fëmijëve nuk ngriti zërin për ato 3 fëmijë. Duke treguar se s'janë gjatë tjetër të shushunja të shpifura të fondeve që i jipen për mbrojtjen e fëmijëve. Faleminderit.